këto dy anë nuk mungojnë kur tek zemra e besimtarit. Çdo herë janë prezente te çdo ibadet. Zotën e gjithë jeta e tij është mes frikës dhe shpresës. Adhurimi ndaj Zotit udhëhiqet me dashuri ndaj Allahut Dhu Xhelal. Pastaj frika dhe shpresa e japin balans asaj. Le të jetë përkujdesi juve ndaj pranimit vetes më e madhe se sa vetë përkujdesi ju për të punuar. A e din se secili prej neve nuk preshtot të asnjëri se ka mangësitë e veta. Ka shumë çka mund me shtu për veprat mira, ka shumë çka për veprave të këqija, për gjëna çka mund me i lanë. Po flasim për gjendjen tonë, nuk po flasim për gjendjen e sahabëve të gjeneratave të para. Te gjeneratat e para nuk ka ndryshuar, shumë çështje e këtij realiteti jashtë Ramazanit dhe në Ramazan, po këtë ata ka shtu sasia e adhurimeve shtu. Lyp sakrificë. Nuk ka shansa njeriu në Ramazan me arrit prej begative të Ramazanit, ama i shtrirë, pa vepru kërkesë. Jo për të trishtu, jo për të demoralizu, po për të kapë momente dhe shansën në momentin e duhur. Ta është shansa. Po me thonë, shkum 20 ditë, shkum Ramazan. Kam me të pidhet që të fundit edhe pak. Shka mund të bëjmë, ma lemo, kjo Ramazan shkoj, jo vallaj. Kjo është qasje shumë e gabuar. Gabimi madhë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që ndiqni podcastin Mejlis. Jemi në episodin e fundit për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Titulli i këtij episodi është Fundi i Ramazanit mes frikës dhe shpresës. Për të biseduar për këto çështje madhore të fesë tonë, për frikën dhe për shpresën, sonte mysafire kemi hoxhën e nderuar Shpend Efendi Zeneli, magjistër i tefsirit. Allah shpëlbet hoxhë që e përgjigjur pozitivisht në ftesën tonë. Faleminderit se juve për ftesën, Allah nderoft. Allah në lusë që na i bën kabull adhurime që i keni bërë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, dhe ta bën për atyre që kanë shpëtuar dhe janë amnistuar në këtë muaj të amnistisë hyjnore. Amin, inshallah. Hoxh, kur vjen fundi Ramazanit, tek besimtari përzihen ndjenjat e gëzimit se ka ardhur Bajrami, se ka përfunduar ky muaj madhështor, po ashtu edhe është një lloj nostalgjie që e ka plon besimtarin dhe një lloj pikëllimi dhe mërzie për muajin që ka kaluar. A është kjo një gjendje normale e besimtarit që të jetë vazhdimisht një lloj baraspeshje mes frikës dhe shpresës, mes gëzimit dhe pikëllimit? Zotën, nëse i dëgjojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai na përshkruan një lloj ndjenje të tillë, kur thotë se agjëruesi ka dy gëzime, me të cilat gëzohen. Por ato gëzime i përmend në momentin kur e përfundon njeriu agjërimin e tij. Është gëzim për shkak se ka arrit një sukses. Me falënderim ndaj Zotit se ka qenë begatia e Allahut mas pari që i ka dhënë shëndet, i ka dhënë jetë gjatë, ja ka mundsu të besoje, të bindet Allahu Dhu Xhelal, ta zbatojë një ibadet të tillë, dhe kjo një vetveti është gëzim në vete. Por atë edhe Allahu Dhu Xhelal përmend në ajet kuranor, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj për begatitë e Allahut, për mëshirën e tij, për këtë le të gëzohen. Si mos gëzohet muslimani kur tek ai çdo herë janë vetdije, ato ajete, hadithet e pejgamberit alayhis salam, se çka arrin ose çka pritet të arrihet kur njeriu agjeron. S'pa kur është agjerueshëm, kur atë adhurim e bën me sinqeritet të plot ndaj Zotit. Përpiqet të përmirëson gabimet, përpiqet të bën adhurime me atë sa ka kapacitet dhe aftësi dhe mundësi njeriu, padyshim. Ama dhe nga tjetër është edhe pjesa e frikës, se këto dy anë nuk mungojnë kur tek zemra e besimtarit. Çdo herë janë prezente te çdo ibadet. Zotën e gjithë jeta e tij është mes frikës dhe shpresës. Mos ta harrojmë hadithin e pejgamberit alayhis kur shkoi dhe vizitoi atë djaloshin që ishte në prag të vdekjes. Nuk di e ka qenë i ri në moshë apo jo. I tha, si ke gjenë? Tha, ja Rasulullah, jam duke friguar, po dhe shpresoj. Frigohem për shkak se dim se secili ka bën ndonjë gjuna. Po shpresoj në mëshirën e Zotit. I tha pejgamberi asë një fjalë të madhe që besoj ai ishte fjalë
për një person që ishte në prag tjetër, ishte në përfundim të jetës, por mund të vlej ajo në përfundim edhe të këtij sezonit të adhurimeve që është muaj bekum Ramazanit. Tha Allahu dhura, kush i ka këto dyja, Allahu ka më siguru atë që shpreson, edhe ka më siguru që mos ta zatete ajo që për cilët frigohet. Është e mirë si ndjenjë, është e mirë si anë e besimit, si anë e adhurimit, që njeriu çdo herë të jeton mes këtyre dy pikave ose dy, edhe pse Ibn Kaim e përshkruan më mirë. Thotë se adhurimi ndaj Zotit udhëhiqet me dashuri ndaj Allahut dhu xhelal. Pastaj frika dhe shpresa e japin balancë asaj. E balancojnë. Po kalove më tepër ka frika, shkon në ekstremitet. Nuk ec para. Patjetër ose do të çalojë, ose do të devijojë, ose do të lethit. Edhe nëse jep shpresës tepër, se sa që duhet, sikurse e ka përshkruar edhe vetë Ibn Kaimi me atë ilustrimin më të mirë si shembulli atij zogut i cili fluturon me dy krahët e tij. Po fluturon vetëm me një krah, nuk ka mundësi që të përfundon fluturimin e tij. Njëri është edhe besimtari. Po është e vërtetë se Allahu dhu xhallahu thotë ayyaman ma'dudat. Në momentin e parë kur Allah na lajmëron për agjërimin se kemi farz në obligon, ama na potencion edhe këtë theks, ditë të kaluara, ditë të numëruara. E gjithë jeta është ditë numëruar. Mi po kjo është ala më pak. Dhe vërejmë na Ramazan pas Ramazani, se sa shpejt po kalon, sa shpejt po përfundon. Zotën nuk kemi të habit që po përfundon, po shumë shpejt të përfundon. Se po përfundon, po ka më marrë fund, patjetër. Se janë ditë numëruar, 29 apo 30. Ama shpejtësia e kohës është për një mend diçka që po vërehet kohën e fundit. Le që ajo na po e kujtojmë edhe Ramazanin e paraprak. Shumë shpejt u ndon prej tij, shumë shpejt na erdhi Ramazani tjetër. E kjo e ka edhe atë anën e nostalgjisë, edhe anën e frikës, edhe anën e shpresës se elhamdulillah kemi arrit me bë një adhurim, me kry një adhurim, u plotësu një adhurim, edhe pse ka ende kohë për të përfunduar. Këto ndjenjat e frikës dhe shpresës lidhen shumë ngushtë me besimin e një besimtarit. Një hadith Muhamedi alayhi salatu wasalam thotë se prej mëkateve më të mëdha është që të humbim shpresën në mëshirën e Allahut xhaleshanu dhe të shpresojmë yasmi rahmetillah, që të shpresojmë në mëshirën e Allahut dhe të jemi të sigurt nga dënimi i Allahut. Prandaj është shumë me rëndësi kjo që e thatë ju se shpresa dhe frika janë për njeriu, për besimtarën si dy krahët e zogut të cilët ja mundsojnë që ai të ngjitet lart, i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Por a është normale që këto ndjenja me kanë më intenzive kur e përfundojmë ndonjë ibadet? Tash e përfunduam ibadetin e xhelimit, edhe tashmo edhe kemi shpresat e mëdha tek mëshira e Allahut, po në të njëjtën kohë ekziston ajo frika e theksuar, mos vallë Allahu s'ka më pranu këto adhurime që i kemi. Mos vallë kemi bërë ndonjë lëshim i cili e asgjëson sevapin e asaj mirësie. Është e vërtet, si ndjesi, nuk mundet besimtari kur t'i garantoj vetës, apo t'i siguroj vetës se vepra ti është e pranuar. Zatën këtë e gjim shumë të theksuar tek sahabët radhiyallahu anhu. Thonë është fjala e Ibn Mesudit ku thotë sikur ta dija se dikujt i është pranuar një vepër do ta përgëzoj. Do ta uroj. Po, sikur ta dija se dikujt nuk i është pranuar vepra, do të shkoj ta ngushëlloje. Është diçka që flitet për gajb. Do thonë ende regjistrat janë duke u plotësuar. Libri do të vjen dorë njeriu në momentin kur del në mahsher, ditën e kiametit, atë kur do të mirret vesh e vogël edhe e madhe çfarë ka punuar. Jo me tuble seraj, na di do të dalin shesh. Edhe ato edhe ato shkën shfaq, po edhe ato shkën kanë qenë edhe ato të mbrëmshmet, edhe ato që kemi menduar se nuk i di kurkush, edhe ato që njeriu i ka bën në vetminë e tij, edhe ku ka qenë larg syrit njerëzve, edhe çka i ka menduar me syrin, me mendjen e vet, ka pa me syt e tij. Është e vërtetë, është normale. Është kohë normale kjo. Domethënë është rasti i Aishës radhiyallahu anha kur e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ata të cilët ju rënqithen
zemrat dhe trupi i tyre. Tani kush ishin ata? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë të cilët A e pyte, mos valen mëkatar që kanë frikë. po bile përmend disa mëkate të mëdha, ata që kanë vjedhur, ata që kanë bërë moralitet të tjerë. Jo, tha ata që kur bëjnë punë të mira se nuk e dinë a janë pranuar jo. Çështja e pranimit të veprave duhet të jetë në një përkujdesje më të madhe për besimtarët se sa vetë vepra, vetë. Që tek ne llogaritë tona është e kundërta. Na më shumë i japim përparësi anës veprimit, kur dëshirojmë punojmë punë të mira, sesa mbrojtjes, ruajtjes së veprës, apo se bile është fjala e Aliut, Sigurimit të veprës. është fjala e Aliut sa më kujtohet, thotë le të jetë përkujdesi juve ndaj pranimit të vetes më e madhe se sa vetë përkujdesi ju për të punuar. Ama në kuptimin ton, ndoshta do ta kundërshtojmë këtë fjalë të Aliut, po e din se për sahabët që kanë pas, për selefët që kanë thotë të di se 2 recate më janë pranuar për namaz, për mua do të ishte më e dashur se këtë dynja që kanë ta. Se e ditë rezultatin e saj. Edhe thajnë ajetin e ma jetë kabël Allah minel muttaqin. Allah i pranon për të devotshëm. Po, do të thonë argumenton Aliu radhallon këtë fjalë me ajetin koranor. Se përderisa të garantohemi se më është pranuar vepra, atë ti detyrimisht je prej muttaqinëve. E për me qenë i devotshëm dhe taqi është një prej synimeve dhe mesazheve dhe do të thonë reflektime që duhet më dhanë agjerimi. Detyrimisht të jenë atë grup vetëm nëse vepra të shpënon. Po, duhet më përkujdes me punu vepra, po ajo vepra duhet të jetë e sinqertë për i Zotit, e bazuar në dashurinë e Allahut xhelal, duke shpresuar mëshirën dhe kënaqësinë e Zotit jashtë interesave të dunjas dhe duke mbrojt edhe prej syfatësisë, edhe prej smundjeve që më vetëm se në kohën e fundit janë bë shumë të shfaqura ku njeriu më shumë anon ka përmendja, ka lavdi, ka mirënjohja e njerëzve, e që nuk i shkon fare ndërmend se ajo e asgjëson veprën. Dërsa Allahu dhe xhelal neve na thret që mos i shkatroni veprat e juaja. La tubtilu a'malakum. E shkatrimi i veprës kur ndodh se ka përmend Allahu dhe xhelal në rastin e sadakas, që është pak më e vërejtur, më e ndihshme. Bil menni wal adha. Me përmendje dhe me fyrje. Kur e jep njeriu atë. Gjua shqipe ka këtë fjalë eziet, i ka dhënë eziet, do të thënë ka munduar, ka lodhur ja për me. Ka përboz. Edhe përmendja është në çmim. Përmendja e të mirave. Edhe pse dhënia e lëmoshës edhe në haptas është e mirë tek Allah. Ama nëse jep fshat është edhe më e mirë para të dashurinë Allah më shumë. Mirë, më thonë po të agjerimi, si mund të jetë agjerimi me syfatësi kur agjerimi është diçka e msheft, nuk e dim njëri tjetrin. Po është shfaq njeriu me fjalët e tij. Këtë dynjan e informacion është agjerueshëm. Domthonë agjerimi në esencë është ibadet i msheft mes ti dhe Allah dhu xhallah. Po njeriu ibadetet e mshefta, ibadetet. Nëse të ka ndikon që me urit besnikria të këtë vetja e tij, me urit vetë besime, thonë unë mashallah jam sikur unë s'ka. Unë kam agjeruar edhe kam fal namaz natës. Kjo është vetë pëlqimi edhe. Subhanallah, pejgamberi asam na ka thënë se syfaqësia kur bën diçka për syfaqe, për më pa dhe për më dëgju, është një formë shirku i vogël, rria. Kjo është diçka që gjeneratat e para kanë pas shumë frikë prej saj. Një prej frikave që ne pas, për është frikë se nuk do të na pranon veprat është nga kjo, syfaqësia. Se ndoshta ti nuk e varen e ajo të futet në lëkurë edhe çdo vepër që e bën për syfaqe. Dhe në këtë mënyrë ti azgjëson, i shkatron veprat tuaja. Asi pse mos me kanë agjerimi për shkak një prej shtytësve më kryesor brenda vitit për një muaj të tërë, më na infiltruan zemrat tona kët pikë. Domethënë që përderisa arritë 29 ditë të agjerosh për Allahun dhu xhelal dhe momentet që ti ke qenë agjerueshëm, ke mund të mos më qenë agjerueshëm. Thjesht nuk mund ta di. Kjo është ajo sekreti i agjerimit. Kur kush as për anëtarë e familjes nuk mund me ditë se vërtet i agjerueshëm apo jo. Përderisa namazi shifet forma, përderisa sadakaja shifet, përderisa haxhi shifet, zakati shifet, këtë shifet. Ama agjerimi mbetet se shumë lehtë është për të ska një gotuj edhe u kry puna. Ose thjesht njëtja njeriu që të mos agjerojë, nuk ka agjerim.
nuk varehet fare. Shumë mirë tha se njeriu kur është në agjerim, është në një ibadet i cili është i vazhdueshëm. Dhe me këtë ibadet ajo e forcon dijen apo vetdijen e tij se Allahu e mbikëqyr ata. Prandaj nuk bën diçka se din se nëse nuk më shef ndonjë njeri më sheh Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që e bëj. Që grada më e lartë e devotshmërisë. Po. Se lalekum kjo ndoshta është një model i stërvitjes së nefsit që ta ushtron veten që me qenë vazhdimisht në kontinuitet, në vazhdimsi i vetëdijshëm për mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Agjerimi është një prej ibadeteve që është më i veçantë në këtë çështje. Sepse shumë lehtë është që ne ta prishim agjerimin para krijesave, para njerëzve. Por agjerimi është ai i cili tek ne e zhvillon edhe forcon atë. Ka pas raste për shembull të kaluara që i kemi dëgjuar të cilat përmendin thënë njeriu ka agjëru për shembull nafile, po, edhe që nuk e ka ditë as bashkëshortja e tij. As bashkëshortja e tij. Në momentin që ka marrë ushqim për të shkuar në punë, ja ka dhënë ndonjë fukarë sullës, edhe është kthyer në mbrëmje për të hangër darkë bashkë me familjarët. Ndoshta personi që e rrëfen këtë tregim është vetë vepruesi. Po thot ka pas dikush prej muslimanëve ka vepruar. Thjesht domethënë ti ruajm pak ato sekretet, pshehtësitë, ibadetet, meritat me Allah, përderisa Allah devotshmërinë e kërkon. Me devotshmëria çfarë është? Është një shkallë, një gradë që nëse arrin të merr një farë diplome, është 4 vite, pezam një muaj mësim, studim edhe në fund provim. Me titullin shkencor. Gjendje shpirtërore që ti ngritesh në nivel tek Allahu dhe forcon atë raportin tonë me Zotin. Një muaj ditë nuk janë pak. Ndikimi i rrethit shumë dobësohet, ndërsa ndikimi kryesor është prej Allahut, të mëshira e tij, zbritja e qetësisë në zemrën tënde, kënaqësisë, lumturisë, jetës së këndshme të mirë që e ka vetëm besimtari. Edhe pse jemi duke agjëruar për shembull tash koha kur është më freskë, domethënë nuk është vape e madhe e verës. Për këtë besimtari i cili ka arrit këtë gradë të devotshmërisë, domethënë të jetë në raporti i tij me Allahun vogja shumë direkt, shumë i lidhur, me vetdijet plus se për çdo lëvizje të tij Allah e din. Nuk i hik dituri Zotit. Pastaj mund të dikush po mirë tash jemi dima tash kit po mojna Ramazan. Jo. Domethënë thjesht kthehet prapë të sinqerit. Valla ai që nuk do ta mbaje. Ç'është? Domethënë prapë do të gjen arsye, prapë do të gjen domethënë një farë hile, prapë do të gjejë dëni shpjegim, në justifikim për mu liru nga agjërimi ose spaku do ta prish agjërimin pa e pa dikush për njerëz. Edhe pse është temperaturat janë të ulta, domethënë është lehtë për besimtari i vërtet që e ka atë muraqeben, e ka atë vetdijen për Allahun, ai as vapën më të madhe nuk e ka prish. Apo që përmendet të gjeneratat më të hershme të familjeve tona, ata ples vetë na tregojnë. Ose në momente kur kanë punu në për ara, kanë korë me drapën, me ato mjetët e tyre të rëndomta dhe nuk ka ardhur të prisha, po pse? Pa as ka mund të aprisha me një arsyetim të tillë? Jo, vetdia e tij ka shumë më madhe. Dhe bindja e tij. Domethënë këtë synim e ka agjërimi. Grada e devotshmërisë, po do të synuar që me ajo me depërtu tek në gjitha sferat e jetës. Pastaj gjatë Ramazanit u mësuam se si bëj ka një adhurim vetëm për Allahun, ata implementojnë pastaj edhe te namazi, te leximi i Kuranit, te sadakaja, te çdo sferë e jetës. Po nderuar, ka fundi Ramazanit, tek besimtari fillon të shfaqet ajo frika nga kthimi në gjendjen para Ramazanit. Ne jemi njerëz dhe askush nga ne nuk është i imun apo i mbrojtur prej mëkateve. Ndoshta shumë ibadete i kemi shndruar në një rutinë të përditshme dhe e kemi humbur atë ndjenjën shpirtërore që duhet me pas çdo ibadet. A është një gjë e mirë kur njeriu në fund të Ramazanit fillon të ka shfaqet frika, mos vallë do të kthehem në avazin e vjetër. A nuk është Ramazani një ibadet i cili duhet me na ndihmu që në 11 muajt që janë para neve, ta vazhdojmë me të njëjtin, tash kemi përgatitur, kemi stërvitur
mirë, edhe tash duhet me i vazhdu me të njëjtin tempo edhe këto 11 muaj që i kemi para vetë. Sepse kjo muaj na tregoj se ne mundemi nëse dajmë. Po. Është brenda mundësive të njerëzit. Po, mendoj mundësi. Momentet që hym në Ramazan, besimtari duhet me pas parasysh se ka përgjegjësi për Allahu Dhu Xhelal që e ka arrit këtë kohë, këto ditë, këtë muaj. Përgjegjësia e tij për Allahu Dhu Xhelal është përmirësimi, domethënë me vepra të mira, plotësimi, domethënë përsosja, ngritja e nivelit të imanit. Për atë edhe hadithe kur thonë men sama Ramadane imanen wa ihtisaban, kush e xheron muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë në Allahun, po e thekson dhe po e potencon shumë mirë çështjen e imanit, çështjen e besimit, çështjen e shpresës në Allahun. Hadithe se kush falet gjatë Ramazanit, hadithe tjetër se kush e ka arrit Ramazanin dhe nuk janë fal mëkatet atina. Do thonë e largon Allahu nga mëshira e tij. Është duaja për duave të Xhibrilit alayhis salam. Se Amin i ka thonë pejgamberi ja. Do thonë dua që nuk ka fare më dyshë që dua është e pranuar. E tash me këtë vetdije me hin njeriu në Ramazan. A e din se secili prej neve nuk preshtot të asnjëri se ka mangësitë e veta. Do thonë ka shumë çka mund me shtu për vepra të mira, ka shumë çka për veprave të këqija për gjëna çka mund me lan. Edhe kur vim tash ka fundi që më vetëm se po i njeh me ato çaste dhe ato minuta. Do thonë duhet me reagu vetdia e besimtarit në këto dy pika. A ka pas diçka që ka shtu? A ka pas diçka që ka lan? Përndryshe, nëse na vjen Ramazani dhe ne thjesht se jo vetëm mëse mas Ramazanit, subhanallah. Do thonë ka një po na vjen një farë but kuptimi që edhe Ramazani brenda ditëve të nuk është shumë mirë i shfrytzuar. Qartë. Nuk është shumë mirë, do thonë i menaxhuar dhe i kaluar me planifikuar me ibadete, me adhurime, me shtym. Ka një duket se rasti i ta dhëmë një ilustrim ashtu, gjunat tona në Ramazan vetëm i hudhën në tepih. Por nuk kemi pas trupi tyre. Po aty janë. Vetë heket tepihun edhe prap çato gjuna janë. Çato vese që i keni pas, çato fjalë banale që i keni përdorur. Fatkeqësisht, domethënë kthimi në realitet, kthimi në normale, varë çfarë ku ti themi në gjendje normale. Nëse na çen ka gjendje normale, 11 muaj, domethënë me energji të pashfrytzuar, po larg ibadeteve, larg farzeve. Larg mungojnë 5 kohët e namazit. Mungojnë besnikëria, mungon amaneti, mungon fjala e drejtë, mungon drejtësia, respektin e prindërve për shembull. Shumë gjëra. Edhe ana e gjunaheve. Pa hesab kështu. Dhe atë realitet na ta pranojmë, dhe ai nuk është realitet, është humbje. Do thonë dështim. Bilen Allah e di më së miri, siç e potencojnë dietarët se peshenjave që mund ta kuptojmë a është pranuar xherimi apo s'është pranuar xherimi, pyetjen që ka pak më herët, se si mund ta kuptojmë, thotë shiko ibadeti me çfarë pasohet. Nëse pas ibadetit ka vazhdimsi të ibadeteve, do thonë me istikfar, me kthim tek Allahu Dhu Xhelal, përmirësimi i situatës, po flasim për gjendjen tonë, nuk po flasim për gjendjen e sahabëve të gjeneratave të para. Te gjeneratat e para nuk kanë ndryshuar, do thonë shumë çështje e këtij realiteti jashtë Ramazanit dhe në Ramazan, po këta ata ka shtu sasia e adhurimeve shtu. Në Ramazan, për arsye se kanë agjëru, domethënë ditën, janë falë shumë natën, kanë lexuar shumë Kur'an, kanë dhënë sadaka, kanë përmendur Allahun. Dhe dhikër më pa. Pastaj jashtë Ramazanit janë kthy në atë normalitetin e tyre duke e falë 5 kohët e namazit, nafilet ditore, po secili është marrë me punë të veta. Se nuk mundesh ti 11 muaj të vazhdosh me intensitetin e Ramazanit. Pra vetë faktin se ti e ke ndaluar më pas parë me agjëru muaj të plot. Sigur që ka agjëru muajin e Ramazanit. Pastaj për leximin e Kuranit pejgamberi sa na ka dhënë, do thonë një farë limiti se sa afat kemi për me bën një hatme, edhe për ibadetet
për namazet edhe për nafilet, ka limite nga vetë shariati se sa njeriu. Nëse bëhet nafile sebeb që ai mu largu prej obligimeve të shtëpisë familjare edhe tjera, domethënë ka rregulla që nuk është tema e sotit ajo. Domethënë krejt varet njeriu çfarë bot kuptimi ka për çfarë realiteti. Realiteti jon është realitet i zymt. Është degradim. Jemi duke shkuar, domethënë thot Allahu dhe xhelal limen sha'a an yataqaddam aw yata'akhir, kush do me ecë parë, kush do. Na jashtë Ramazanit veç mbrapa kemi shkuar. Kemi shkuar po. Sikur gjendja jon ta supozojmë natë mendimin më të mirë që do të mendojmë kanë mirë për muslimanin, që dikush jetë shumë perfekt, domethënë i mirë, i ndershëm, i moralshëm, i drejtë, fjalët e mira, me ibadete me jashtë Ramazan, normal që në Ramazan ka intensitet madh të adhurime, kthehet në normalitetin. Sa didu qaribu, thot pejgamberi sa. Kjo, jo kjo tjetra ku na momentit që bëjmë bajram, kemi qel derën kujt gjunaheve, kemi qel derën praktikës së veprimeve, namazit edhe tjerave tjera, sidomos leximit të Kuranit, që është e vërtet, domethënë nxitja e madhe në Ramazan që me bë hatme sen. Po sa ajo hatme do të përcillet mas muajit Ramazanit. Qoftë edhe nëse është sasia edhe më e vogël, për shembull brenda ditës, është edhe nëse hatme zgjat më shumë me interval kohor, nuk ka problem. Ama kryesore mos më mungu brenda programit të jetës. Dhe kjo është ajo për cilën na duhet ta mendojmë se për shembull te Ibn Mesudi radiallahu anhu përmendet fjala e tij thotë s'kam pas keqardhje më të madhe se atë ditë kur ka perëndu dielli. Nuk më ka shtuar. Nuk më shtu veprat ama më ka poku e gjeli. Do thonë, do të më kanë vetëdijshëm se çdo perëndim i diellit është ditët po mbarojnë. Dielli sotet ka dalë, ka më perëndu. Ajo, do thonë, s'ka më dyshje atë. Po. Do thonë ka përfundimi po shkojmë. Edhe njeriu do të pak me mendu këtë fakt, jo për të trishtu, jo për të demoralizu, po për të kapë momente dhe shansën në momentin e duhur. Ta është shansa. Po me thonë, shkum 20 ditë, shkum Ramazan, kam me të pidhet që të fundit edhe pak. Shka mund të bëjmë, ma le, kjo Ramazan shka, ja vallahi. Kjo është qasje shumë e gabuar. Gabimi madh. Edhe nëse Allah na rujt, kemi qenë për atyre që si mi fal hiç. Që kjo pikë po kushton shumë me të madhe, shumë prej muslimanëve të cilët dojnë mu pendu në muajin Ramazanit, i pengon kjo vezvese. Sa unë më bën tash me nis, do të thonë një çeki e gjeti natën e kadë tash më përmirësua dhe me këtë natë me po jo be lebe këtë derë qelë, se ndoshta nata e kadër për të është dera rahmetit ku kthehet tek Allahu xhelal. Është shumë probleme kjo ndjenja e vetë pëlqimit edhe mburjes se na jemi, domethënë xhamatlit të rregullt, na jemi pesvakli, jemi elita. Na po ma të ngritur që kinisi me arë në xhami, o vllai mirë, vallahi billahi mund me kanë dikush ka sot ja ka nis më i mirë se ai që sigurisht. Domethënë edhe normal është punë të Allahut si matën. Hoxh me zemrat e njerëzve, jo me vepra, se thot Allah njerëzit që në fillim të udhëzimit janë me gjendje, me adhurime, me ibadete, me sinqeritet, shumë më mirë se sa do që, siç e thamë, kanë shndruar ibadetin rutinë, diçka e përditshme, diçka që e bën pa shpirt, pa ndjenja, pa emocione. Ndërsa ajo është në fillim me atë gëzimin që Allah e ka udhëzuar që akoma e shijon ëmbëlsinë e ibadetit. Prandaj nuk është kjo e drejtë që ta nënvlerësojmë atë personin i cili me thonë ja ti pidje ka nisë më fal edhe kush e më ka ko vallahi me metë dita e fundit e Ramazanit ka ko se nuk di e cili moment ti të godet edhe trok si më thonë mëshira e Zotit për çdo ditë të muajit Ramazanit het kën njerëz prej lisës zjarr xhenim po nuk ka shpresë e njerit edhe ajo pse do të thonë të largohet e emri i tij. Ndoshta edhe në momentin e fundit e arrin ata. Çdo natë ka thënë. Pejgamberi sa çdo natë liron nga dënimi me zjarrin një grup të janë hap dyrt e njerëz që kanë merituar, që kanë merituar. Këtë ne. Është me drejtësinë e Zotit. Që ne nuk e përmendim shpesh që këta njerëz që kanë merituar dënimin e Allahut i liron, domethënë i amniston nga zjarri
me mëshirën e tij. Ma thonë që është se mëshira e Zotit është më e madhe se vepra e njeriut. Po, e vërtet, edhe nuk ka fare dyshim se njeriu me vepra e arrin mëshirën e Zotit. Jo me ëndra, jo me mall, se cili ka shpresë mëshirën e Zotit. Ama nëse nuk punon për atë mëshirë të Zotit, ma thonë Allahu Dhu Xhelal është i drejtë. Allahu Dhu Xhelal është i drejtë. Wa qul i'malu fasayara Allahu a'malakum. Punon se Allah do t'i sheh punën e juve. Kjo është e përpikëm. Varet pastaj njeriu se sa e çmon. Do të thonë kjo është diçka shumë reale ku vjen muaji e bekum Ramazanit, po ka pëlqen muaji e bekum Ramazanit. Edhe ndoshta nuk e vlerëson edhe momentin në ditën e fundit se sa mund të jetë madhështore e ditë. Është çmim i madh, domethënë është pasuri e madhe, domethënë që nuk mund të do të thosh problemi, mos na ke shkruar thënë se çmimi. Po me çmim ndoshta bjen pak në vesh më mirë për ta diskutuar. Çmimi është diçka që çmohet. Shpesh e japim ndonjë shembull, po jo ai shembulli don ta krahason plotësisht këto, sepse xheneti nuk është diçka që blihet, edhe nuk mund ta përshkruash çmimin e saj. Po kur e ditë si besimtar se çmimi i agjerimit është falja, dalja pe xhenemit, shpërblimi me xhenet, dera rrejan e tjera, nuk mundet që ky besimtar me anashkalu këtë muaj bekum të Ramazanit, ose me lan Ramazanin si diçka dytësore, kam do punë më kryesore. Cilat janë do punë më kryesore? Me dal pak më shëtit, me pi një kafe me shok, muhabet, me këshir pak futboll, me bab, në ato këtë na, pastaj dhe shumë gjana do të gjejmë, çka do të na mushin kohën. Atë s'ki 24 orë i ki krejt. Edhe është një shembull shumë i mirë, ku e kam dëgjuar për çështën e parimeve, ku thotë njerëzit zakonisht kur ti pyet cila është parimi jot, për shembull që në Ramazan, cila është parimi i muslimanit? Normal me fitu xhenetin, me mi fal Allah gjunahat. Domethënë përgjithësi ti jetë jetë të mirë besimtar. Po, na dhon Allahu dhe ka dër të mirë, më na pranu duat tona sen. Çto lista e, domethënë dëshirave. Nëse i vendojmë në pika të shkurta, i them cilës piktyve dhe rënditi disa tjera. Për shembull rënditi se ti brenda ditës çka bën. Për shembull thotë unë çka është ajo që e bën për me arrit këto dëshira. E kam qef pak gjumin. Thonë flej, punoj, dal argëtohem, shëtis me shok, muhabet, loj, sen, edhe tash ndaje kohën. Sa kohë harxhon për këto, sa kohë harxhon për këto. Kur ta shohmi për dhikr 3 minutë. Për namaz, për lexim Kurani, për futboll, për muhabet, për kafe, nuk shkoj me minuta, ato shkoj me orë. Asar thotë kjo është me mashtru vetën, se lista e parimeve tek na nuk është xheneti. Lista e parimeve tek na është dëfrimi. Do thonë humbja e kohës. Do thonë kemi vënë në çmim më të madh këtyre xharave se sa xheneti të Allahut. E pastaj na po kthemi te a ka frikë besimtari se ndoshta valla duhet të ketë frikë shumë të madhe. Se brenda Ramazanit do të reagojë kjo llogaria, domethënë e njeriu për veten e tij, ku po shkon ka më pyet për njeriu ditën e Kiametit, për ymrin e tij, sa ka thënë pejgamberi sa për kohën e tij, për rininë e tij, ku e kaloi, ku harxhoi. Jo për pyetjeve më kryesore. Domethënë, edhe brenda muajit Ramazanit, po na e dim se jemi njerëz, kemi nevojë, për shembull, këtu mund të kemi edhe reagime kritika, me thonë, po nga mësimet e fesë është që njeriu në Ramazan të viziton të afërmit, të bën iftar me ta, takohet me musliman xhami. Këtë në rregull është. Po na po flasim për disa fenomene negative që po ndodhen për shembull brenda muajit Ramazanit, që në jashtë vizitave farefisnore, edhe vizita farefisnore, nëse e kalon limitin, për shembull, bën nuk është vizita. Ose shëndrohet në një lloj manifestimi, një lloj do me tregu se sa kam unë ushqime, shiko si e kam reguluar banesën, nëse kjo është iftari, ushqimi i iftarit, është ndeja, pastaj taravia, hajtë me një orë kalot, po nuk bëhet mëngjes aty.
Do të thonë se Deri në syfir. po kur muslimanët e kanë kuptuar shumë mirë vlerën e kohës, ata që ata e kuptojmë ata se pse kanë qenë gatshëm milion këtë obligime tjera me sakrifiku për këtë muaj të Ramazanit. Nuk është e lehtë. Lip sakrificë. Nuk ka shansa njeriu në Ramazan me arrit prej begative të Ramazanit, ama i shtrirë, pa vepru kur. Nuk ta jep Allah, këto harroje, mos jetojmë në ëndra. Pa angazhim, pa veprim, pa mund, pa ibadet, pa lodhje, për çat sot për shembull është diskutabile dhe shumë mohabet i përhapur tek krejt xhamit e tona, sepse njerëzit nuk i falin taravit. Se vjen personi mirë, edhe prapë këtu do të kemi diskutime. Se thotë se personi në fjalë është i zanë me punë. A është një lloj vetë mashtrimi që do të thotë njeriu thotë unë kam angazhuar me punë. Kum lexu Kur'an, edhe sa teravia është diçka nafile vullnetare, unë kam fal farzet edhe edhe se kum arritat qëllimin tim. Është e gabueshme nga aspekti i domethënë i shfrytëzimit të ditëve të bekum të Ramazanit me ibadet nafile. Domethënë Ramazani e ka heshin e vet që është taravia. Dita me agjerim, nata me ibadet. Andaj me arrit shpërblimin sikur e harrojnë e namazit. Hadithin e pejgamberit sa kur thot kush shohet me imamin, po. Deri në fund, sikur e ka falë këtë natën. Njeriu shka është i arsyeshëm e kupton këtë, nuk e thot dikush njeriu i thjeshtë, thot pejgamberi i cili nuk flet përveç se shpallin. Prandaj ti nëse dëshiron Allahu me tregu mëshirën e tij ndaj teje, me ta shumë fishu sevapin. Falë me imamin deri në fund. Edhe vallahi kemi fituar as problem. Për shkak të durimit, për shkak të asaj që ke qenë i vendosur me këtë, ke bërë këtë për hir të Allahut. Allahu xhaleshano është i mëshirshëm dhe e shumë fishon. Këto mund dikush na kundërshton thotë, po ka njerëz të cilët janë të zanur, të cilët ka njerëz të cilët shkojnë në punë edhe ndrim të drejt natës, edhe pse është Ramazan. Mirë, po, më tham, ka njerëz na shfrytëzojmë çdo raste më shumë për ta justifikuar veten, ndërsa na nuk kemi në punë. Na ku po dalmi për xhamis, po shkojmë kave, po kur dalim në xhami. Tamam, na e dim se ka njerëz të angazhuar. Ka njerëz që duhet me qenë në spital atë ditë. Ç'është? Ka dikush ka kryen edhe operacione ose arsimtari në shkollë ose etj atje. Për atë ka, domethënë, ka mësime tjera, ka fetva tjera, për ata ka, domethënë, udhëzime tjera, që ai shfrytëzon ditën e Ramazanit me dhikr, që nuk i kushton, domethënë, mund edhe kohë, edhe shkputje prej angazhimit vet, thjesht që kjo vlen edhe për angazhimin e nanave tona në shtëpitë tona, që brenda ditës, sidomos kur kanë musafir, ata janë të angazhuar me përgatitje, me pastrim, po brenda ditës kur përgatitet, bën dhikr. Thonë një herë subhanallah, bën istikfar, ç'është është ibadeti i asaj për atë ditë. Leximi i Kuranit lehet nesër kur ditësh më e lirë. Më shumë shtimin e namazit natës lehet, ama për shembull për pjesën dërmuese, për shembull njerëz të cilët vinë, nuk mund të paragjykojnë, normal, çdo herë kjo është një gjykim kështu i përgjithshëm, persona në individa ka përjashtime. Po njeriu i cili vjen e fal namazin e yacis me xhamat. Edhe në momentin që jep selam pe farzët, del pe xhamis. Ta jep ty një farë përshtypje, edhe pse ti nuk e di hallin e tij. Domethënë nuk po flasim për një person, po flasim për numër të tyre. Pse del? Është normale brenda 29 ditëve të Ramazanit, ndonjë ditë për shkak angazhime, për shkak lodhje, për shkak se atë ditë ke qenë i këputëm, mundet një taravi, 2 taravi emra në Ramazan, mund më kanë diskutabile, se ka nuk se fundit, themi nuk është farz, dhe për këtë fjalë nuk është farz, pleç tonë ne kanë zënë për të madh, që nuk është dash këtë mesele me shpjegunia se kur i themi njerëz se nuk është farz, ata pa e lanë. Ku shfrytëzimi i Ramazanit me ibadete nafile. Ose tjetri i fal 4 recate, edhe del, i fal 8 recate. Duke pas parasysh se taravit tek ne janë shumë falën më shkurt se sa. Janë shkurt. Do thonë dole në 8 recate, e ka dalë tjetri në 12 recate. Ka që ka dalin në 20 recate, edhe nuk e fal edhe vitrin më. S'ka shumë dalim, sa 50 minuta maksimumi. Po tash nëse 50 minuta, mund është ta... Nëse i bëjmë një krahasim
15 minuta nuk i shfrytzuam sot në xhami me nejt pak më tepër. Edhe hum se Ama vapi. çato 15 minuta nuk na dhim se në kurse mas futbollit që e kemi këshirë 2 orë, edhe 2 orë tjera ka shku Te koment komentu, po. futbollit, edhe nuk është boll llogaria e minutave sa kanë shku. Po mirë. A nuk ka turp. Për shembull sot ka lexuar imami pak më tepër në taravih. Edhe vetë se me përfundu taravih për 1 orë është bën 1 orë 10 minuta. Edhe më shku mi thonë hoxha sot na e Zgate. zgjate e te prove pa. Pse e bën minutin, 2 minutin problem në ibadet Zotit, e nuk e bën problem në pritje, në kallabllak, edhe në humbje kohës, edhe në shumë sene. Thjesht kjo e jep një mesazh. Do thonë mujna se me mohabet jemi të gatshëm me bind janë e qitë që jena me laçe. Edhe Me neve së shtyhet kur bush. 5-6 saat s'ka problem. Po. I harxojmë. Ama këto japin sinjale jo të mira. Se për neve ibadeti, Ramazani, falja, xheneti Allah. Ka këton bezdi, namazit, Nuk janë prioritar. prioritare. Do thonë nuk janë prioritet për neve. Thjesht prioritet për neve që ka më shumë, do thonë dëfrimi, kënaqësimi, çlodhja, ndeja, plagështia, Edhe fatkeqësisht shumë nga besimtarë që është kuptojnë Ramazan. Është momenti i gjumit, momenti ku nuk shkojnë punë. Po shikoj Madje ka disa obligime që ka patjetër me i kry, nuk i kryen se tash jam në Ramazan jo. Do të dikush flenë deri në kohën e iftarit. Pastaj pas iftarit fillon me atë shikoj për shembull rutinë. përgatitjen për Ramazan nëse e bëjmë. Çfarë? Përgatitje për Ramazan tek na më shumë është përgatitje teknike. Çfarë? Do të thonë po elhamdulillah, do të thonë kjo është nuk po flasim për gjënofe, përgatitën shtëpit, pastrojnë shtëpit, përgatitën, bën plane për kush kanë me thire, kanë iftara kina kur me do ba. të jenë iftarët. Kjo është kënd rregull. Sa është ana e ibadetit, kështu njësojt llogaritet. Kështu njësojt përgatitet. Ashtu, ja. Ana e ibadetit. Edhe tash në fund Ramazan, mirë, na po him në Ramazan. Kam defekt me namaz sabat. A e rregullova si defekt ajo? Dole për Ramazan se rregullum. Prapë njëti defekt. Problem. Kam problem për shembull në për Ramazan me filan gjinohet. A mujta më rregullu? S'mujta më rregullu. Problem. Se 29 ditë ke pas mundësi ta rregullosh. Sigurisht. O që ndërruar, në këtë moment, me siguri që besimtari duhet të gëzohet. Ai gëzimi dhe shpresa tek mëshira e Allahut. Se në shumë hadithe pejgamberi sa na ka treguar se kush agjeron, kush e fal namazin e natës. Gufira lehu ma I fal taqaddama. më ka që i ka fal. Po ashtu, ka thonë pejgamberi sa se në hadithin kutsi që transmeton për Allahut, se çdo vepër është e mbirit atë për çajin duhet është problem për ta. Dhe se ka përmendur se në ditën e gjykimit agjeruesi do të hyjnë në xhenet nëpërmjet portës së veçantë Rayyan. A është në rregull që besimtarët të kenë mendim të mirë për Allah. Në veçanti nëse e kanë atë mendim të mirë dhe shpresë të bazuar në atë që thot një dietar, men ahsana dhanna billahi ahsana al-amala kadhalik. Kush mendon mirë për Zotin e tij, kujdeset edhe për veprat që t'i bën në mënyrë më të mirë. Është hadithi pejgamberit të alajhi Sallallahu kush gjen mirë le ta falenderojnë Allahun. alaihi. Kush nuk gjen mirë, kush gjen diçka tjetër, mos e fason se kanë tjetër për veç veten e tij. Me shpresuar mëshirën e Zotit është, domethënë gjë shumë madhore, domethënë një pej pikave që Allah dhe përmend në Koran dhe e potencon dhe e përsërit shpesh, bile ndalon Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu. edhe ndalon që njerëzit ta marrin mëshirën e Zotit si kompetencë të tyre, po ta lënë ato në dorë të Allahut. Për ata ka që mos mi dëshpëron njerëzit nga mëshira e Allahut, mos mi ndal ata. Po na e shfrytëzojmë rastin që të japim disa, do thonë, udhëzime, mendime se si të arrihet mëshira e Zotit. Do thonë mos dalmi me këtë ndjenjë si ku tham më herët, kërkojmë mëshirën e Allahut dhe kemi mendim të mirë të Allahut, me çfarë? Më duket se është fjala e Hasan al-Basriut, domethënë, ai i cili kërkon mëshirën e Allahut, domethënë duke ëndru, domethënë do ta gjejnë Allahun dhe xhal ditën e Kiametit me shumë gjunahe. Domethënë se kjo veç ka bë gjuna, ka shtu intensitetin e gjuna, ka shtu domethënë veprat e këqija, sot që ka menduar se këtë Allah do t'ja fal vetëm kështu. Jo.
Jo rastësisht. Do të thonë është prej edukatës muslimanëve, si më tash jemi në fund të Ramazanit, që të shtohet istikfari. Pse? Pse është urdhë e Allahut dhu xhelal që na të bëjmë istikfar, kërkojmë falje? Pse ka qenë prej traditave më të rregullta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka bëj istikfar brenda ditës? Sidomos kur arrim me përfundu një ibadet është është një prej edukatës, një prej etikës e ibadeteve, për shkak se istikfari pak ta mbush atë anën çka ka pas ndonjë lëshim, mangësim brenda Ramazanit. Fundit veprat tona nuk kanë qenë pagabueshme, nuk kanë qenë perfekte, absolute. Jemi njerëz, gabojmë. Andaj është një fjalë e Omer ibn Abdulazizit, interesant, ku ai në momentin kur ka qenë halife, e ka shfrytzu këtë udhëzim dhe o ka dërgu ka një letër çdo herë aty punonjësve të tij, ka thonë mësoni njerëzit që të bëjnë istikfar. Sepse thot Allahu dhu xhalal ka pru ajetin e Ademit alayhis salam, rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir. Do thon ajetin e Ademit, ajete të tjera plot të cilët pejgamberët e Zotit kanë bërë istikfar, kanë kërkuar falje te Allahu dhu xhalal. Allah i urdhon Muhamedit alayhi salatu wassalam që e madhru Zotin me kërku falje për Allahut në momentin kur jep fitoren. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Shef njerëz se hin bën tasbih, bën tasbih me Zotin, ha? Wastaghfir, edhe kërko falje prej tij. Do të thonë është momenti, edhe momenti ku duhet me kurorzu veprën tonë. E njëjta vlen edhe te ajeti kuranor për haxhin që ka. Fuma fidu min haythu fada an-nas wastaghfirullah. Kur lëshon njerëz domthon prej Arafatit për Muzdelifet e por. Domthon shkoni për ka shkojnë njerëzit po bën istikfar, kërkon falje për Allahun. Edhe pse janë në ibadet. Ala është haxh. Edhe s'ka përfunduar. Ka kaluar dita e Arafatit në të cilën Allahu krenohet. Po. Krenohet para melajkeve të Allahut. Megjithatë i urdhon bëj istikfar. Po. Ai i urdhon me bëj istikfar. Çfarë dhe kjo, domthon po kemi mendim bi për Allahun dhu xhelal. Mëshira e Allahut është shumë e madhe, çka nuk mund ta paramendoj që padyshim i përfshin, domethënë dhe i fal këtë gjunahet pa përjashtim. E jona është që të punojmë për ta, domethënë ta shpresojmë, ta kërkojmë, punojmë për ta, para të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri i cili janë fal gjunahet, domethënë megjithatë ibadeti i tij nuk është ndal asnjëherë. Vetëm edhe për të arrit gradën e falënderuesit. Me qenë falënderues, mirënjohës dhe Allahu dhu xhelal, domethënë thjesht njeriu sikur edhe ta dinte se mëkatet janë falë, edhe pse edhe pranimi i veprave, edhe falja e mëkateve është diçka që do të mirë vesh në atë botë, jo tash. Domethënë do të më ndejt çdo herë me atë ndjesinë e fajit që ne bëna një faj, e bëna një gabim. Po edhe me shpresu mëshirën. Edhe me shpresu mëshirën e Allahut. Jo me mëshirën e Allahut, më shpresu me angazhim, me mbështetjen e Allahut, me vepra të mira. Kur fillon të dominon aspekti i frikës, t'ja kujtojmë vetes mëshirën e Allahut. Kur fillon të dominon shpresa në mëshirën e Allahut, atë t'ja përkëndojmë vetes edhe gabimet dhe mëkat dhe frikën që është do të qenë pjesë e jetës së besimtarit. Po, patjetër. Se ditën e Kiametit e dim se fletët tona të bardha që po mbushen. Thonë çdo send do të shfaqet e madhe dhe e vogël. Bëllë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku Allahu dhu xhelal do ta afrojë robën e tij, do të ta e kujton këtë gjuna. Thonë me moment, me ditë, si ka qenë detaj, këtë janë të regjistruar. Arrafahu meqat, do thonë arrafahu e pranon. E pranon mëkatin e tij. Po Allahu dhu xhelal ka dashur na ka mbulu me mëshirën e tij ende duke qenë këtë. Dhe kjo mëshira e Allahut është mas pari mbulesa. Satartuha alayka fi dunya wa ha ana akfiru alaka al-yawm. Ta kumbuluar ditën e ditët e dunjas, sot po ta fal. Do nuk ja shfaqas para krijesave të tjera. Është dialog. Është veçantë për besimtarët. Subhanallahu, Allahu xhaleshanu besimtarit nuk e korrit. Nuk e korrit, nuk e zbulon mëkatet para krijesave. Ndërsa të tjerë që janë jo besimtarë dhe mëkatarë të mëdhenj, atyre u merr fytyrën si thonë ne, edhe u zbulon dhe ja shpalos këtë gabimet që i kanë bërë.
Po, Ala rusil kjo do të më qenë vetdijen e besimtarit. Ka thënë se nesër unë kam llogarit Allah. Ka thonë ulemat. Për çdo vepër, gjej përgjigje nesër te Zoti. A kemë pas përgjigje ajo? A mundsh me thonë te Allahu xhel se sot nuk i fal asnjë vakt. S'mujt të më falë. Çfarë përgjigje do të japësh te Allahu xhel? Çka të pengoj? Pse? Mungoj shëndeti, mungon frimarja, mungon syt, mungon ujë, mungon shtëpia, mungon strehimi, mungon familje, mungon qetësia. Mungoj tokë, ambicion do të bësh sejdë. Krejt i kije. Edhe ka anë e gjunahe, për atë Ibrahim e të bëjnë edhem. E ka shfryzu këtë logjik për ta parandalu njeri në cilë dënë të të bënë të gjuna. Gjej një vend ku Allah nuk të shef. Gjej një vend ku Allah nuk të furnizon. Mos jeton në tokë të Zotit. Të me laçës nesër, me laçës unë s'du me ardhë. Mos ma merr shpirtin. Aja. Rabbi rgjiun, këtë do të thënë, o Zot më kthe edhe njerë. Ja, keve në dynja, ishe. Pa te ko. Pa te ko. Kjo e mëshira Allahut, po, pa dyshim do nuk diskutohet se është e hapur për të gjithë, kur Allah e ka lënë të hapur për kanë. Për njerëzit ma tiranë. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah i fal këtë më ka. Nuk ka gjuna. Pa ata që kanë shpif për Allahun, Allah i fal. Në thonë mos ta shfrytëzojmë këto si hapësirë se i bëjmë gjuna se Allah i fal krejt, po jo. Në thonë as ka ona që me shku në ekstremitet që Allah nuk falë se ku bën gjuna të madh, edhe unë me këtë gjuna e përfundoj jetën time. Jo. Dera Allahut është e hapur, elhamdulillah Allahu xhallahu këtë derë ka lënë mes robit dhe ti. Këtë nuk e mshel as filan hoxha, as filani fisteku, as kush për njerëzve, është mes ti dhe Allahut. Mos ngura asnjëherë të trokasesh në derën e Allahut të këtë. Edhe nëse kanë me të do minuta ose orë deri në fund. Edhe më kanë që e dim që është, se ka thonë pejgamberi sa për insistimin në punë të mira, dhe nëse është duke u ndodh kiameti, dhe në dorën tënde është një fidan. Feliz pas fidan. Bjella atë se nuk dihet, ndoshta do sa e botë. E shfryzon dikush. I kul një kebi dhe rotbin. Po. Njëti i mirë. Në çdo krije të gjallë që ti e ndihmon i jep ujë apo jep ushqim, ke shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Hoje ndëruar ishte kënaqësi t'ju kemi sonte me mjedisin tonë. Allah nderoft. Faleminderit. Allah na lut që t'ju jap shëndet, na i pranon adhurimet në këtë muaj të bekuar, dhe të na bën prej atyre që kanë shpëtuar nga zjarri i xhehenemit në botën tjetër. Dhe na bën prej atyre të cilët vazhdimisht e përhapin fjalën e Allahut dhe sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, sepse sot është zvogluar numri i njerëzve që këshillojnë. E njerëzit nuk i dojnë ata që i këshillojnë për të mirë. Këto këshilla fillimisht ne ja drejtojmë vetes tonë, se edhe ne jemi njerëz, por po ashtu kemi dëshirë që edhe vëllezërit tonë dhe motrat tona besimtar ta kuptojnë dhe besimtare ta kuptojnë se besimtari jetën e vazhdon mes shpresës dhe frikës dhe atë udhëheq dashuria ndaj Allahut xhaleshano. Allahu shpëleft. Faleminderit ju. Ndëror, vëllezër dhe motra, ky ishte epizodi i fundit i podcastit Mejlis në Ramazan. Shpresojmë të takohemi në ndonjë format tjetër në vitin e ardhshëm. Allahu ju ruaj dhe ju shpëleft dhe Allahu ju pranon veprat në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.